Pas një muaj gjendje alarmi, e mërkura ka qenë e vetmja ditë pas një thirrje emergjence shëndetësore. Në zonat e bllokuara nga moti keq, duket se situata tashmë është e normalizuar. Duke bërë një rezume të plan veprimit në emergjencë të Ministrisë së Shëndetësisë, Pëllumbi Pero tha se janë bërë 85 misione fluturimi dhe janë transportuar 97 pacient. Qarqet që kanë shënuar numri më të madh të smurve janë Kuksi dhe Dibra. Nuk ka pasur kërkesa për ditën e sotme, situata është e qetë, por gjithsesi ne jemi nga dëshmëria. Statistikat flasin për 85 misione fluturimi të kryer nga njësia helikopterëve dhe transportimin e rreth 97 pacientëve, po kështu transportimin e vjetra pakove me medikamente nga Tirana në komuna të ndryshme, gjithsej 96 komuna të furnizuara me medikamente. Pipero tha se në drejtim të këtyre zonave janë nisur ilaçe dhe do të vazhdojë gjendja e gatishmërisë deri në daljen e vendit nga kjo situatë. Ministria e Shëndetësisë ka një tjetër plan veprimi post emergjencës për të asistuar në shëndetin e banorëve që prej kohësh janë të izoluar.